Nënat e matematikës ndryshojnë të ardhmen e fëmijëve. Në Cape Town të Afrikës së Jugut, një projekt i jashtëzakonshëm i quajtur Math Moms po trajnon gratë e papuna për të bërë mentore të matematikës për nxënësit e klaseve të dyta dhe të treta. Përmes lojrave dhe aktiviteteve kreative, këtu nëna jo vetëm që po përmirësojnë rezultatet shkollore të fëmijëve në zonat të prekura nga dhuna, por po fuqizohen edhe vetë ekonomisht dhe emocionalisht. Përparime teknologjike për sigurinë dhe mjedisin. Qelçi si mburojë kuantike, shkencëtarët kanë arritur të kthejnë qelçin e thjeshtë në një pajisje të fuqishme komunikimi kuantik. Kjo teknologji premton mbrojtje absolute të të dhënave kundër sulmeve kibernetike në të ardhmen. Revolucioni plug-in solar. Qeveria britanike njoftoi sot planet për të nxjerrë në treg panele diellore, plug-in. Brenda pak muajsh, kjo do t'ju lejoj familjeve t'i vendosin ato thjesht në balkone apo kopshte, duke ulur ndjeshëm faturat e energjisë dhe duke rritur pavarësinë energjetike. Shëndetje dhe mjekësia. Hormoni kundër dhimbjes së shpinës. Kërkimet e fundit sugjerojnë se një hormon i kockave mund të ndalojë dhimbjen kronike të shpinës direkt në burim, duke parandaluar rritjen e nerveve ndijore në zonat e dëmtuara të shtyllës kurrizore. Poshtja e sëmundjeve. Këtë javë, Kili u deklarua zyrtarisht si vend i lirë nga lepra, duke u bërë vendi i parë në Amerikën Latine që arrin këtë sukses mjekësor. Gjithmonë duket e pamundur derisa t'ia dalësh. Nelson Mandela.